أرى قلمي يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والهيام وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيبين هنا كراما لهم في الجوف حب قد تناما وفي وسط العيون لهم مقاما تجمعنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم واجعلنا ممن يستمعون القول يتبعون أحسنه. Motra të ndershme, vajzat e mia të ndershme, se vajzat I kam në universitet si kur ju shtetë në Janës. Mirë se kene ardhur në këtë kull të jetimit, në këtë vend të bereqetshëm. Kam nderin që qëndroj para jush dhe të prezentoj veten si një prindi juaj më I vjetër dhe kemi nderin që Allahu xhaleshano ka turbuar në këtë vend të këtë jetimore që të ndëgjojmë disa fjalë prej Kuranit, që të ndëgjojmë disa fjalë prej fjalëve të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Edhe ju mirë se keni ardhur në këtë vend. Këshilla ime sot për ju për shoh të hudhës që t'jetë në formë të disa mesazheve me rëndësi. Formë të mesazheve, mesazhi numër 1, mesazhi numër 2, këtë. Mesazhi numër 1 për ju është që na e falenderojmë Allahun xhaleshanu krijuesin tonë fuqiplot, ashtu siç e meriton ai. Pasi që kemi pranuar që Allahu xhaleshanu është krijuesi ynë absolut, dhe ai na ka falë, na ka krijuar, dhe Allahu xhaleshanu është I vetmi ai I cili na merr shpirtin tonë. Prandaj na jemi pronë e Allahut. Jemi pronë e Allahu xhaleshanu. Ti nuk mundesh me vdek kur dëshiron ti. Kështu normal që është jeta. Vetvrasja atë në raste jo normale. Ajo nuk mirret për bazë. Prandaj lindja është kur Allahu ka dashur ti me ekzistuar në këtë jetë, edhe kemi dalë në këtë jetë. Kur Allahu e bjen vendimin na me e lën këtë jetë, e lën këtë jetë. Ajo periudhë kohore se sa do të jetojmë, vetëm Allahu e din. Çka është më rëndësi ne si musliman, edhe ju si studentë, e nxënësit të shkollave, çka është më rëndësi me ditë është një biografi të shkurtë të historikut të njeriu. Historia e njeriu nga perspektiva kuranore. Njeriu nga perspektiva kuranore kalon nëpër 5 stacione dhe mbaron historia e tij. Stacioni I parë I njeriut, çka fillon, është ajo bota shpirtërore, apo bota e atomit, para se të ekzistojnë fizikisht në këtë jetë. Në atë botën shpirtërore, të gjithë shpirtrat, sipas Kuranit, janë të krijuara. Dhe Allahu fuqiplot I ka marrë në pyetje të gjitha shpirtrat e botës, tërë njerëzisë. Çka kanë qenë para nesh, çka janë tani, edhe çka do të vinë. Dhe Allahu fuqiplot u është drejtuar shpirtrave tona, shpirtit ton, a jam unë Zoti juaj, të gjithë shpirtrat janë deklaruar me një zë se pa dyshim o Allah ti je Zoti ynë. Prandaj ne të besojmë tyje se ti je Zoti ynë. Këtu starton jeta e njeriut. Historia apo stacioni numër 2 është ajo faza apo ajo periudha kohore kur njeriu është në barkun e nënës së tij. Për një kohë caktuar, ka dashur madhënia e Perëndis me plot kushte një jetë e sigurt që çdo kush nga ne para se të vijmë në këtë stacionin e tretë në këtë botë të kalojmë në për stacionin e dytë. A besoni të gjithë që kemi kaluar në për këtë stacion? Po, të gjithë besoni.
Stacioni numër 3 është ai stacion tani ku jemi ne. Stacioni i kësaj jete, vendqëndrimi apo udhëtarët që janë tranzit në këtë jetë do të presin deri në stacionin e ardhshëm 60 deri 70 vite. Kështu janë moshat e ummetit apo moshat e muslimanëve në përgjithësi. Kështu ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam se a'maru ummeti bejnë 60 wa 70. Moshat cilët jeton ummeti janë muslimanët është mes 60 deri 70. Kjo është mesatarja. Dikush që jeton 80-90 janë raste të rralla. E ju fort mirë dini në fizikë dhe në kimi apo në matematik raste të rralla nuk mirën për bazë. Po shifat ajo mesatarja kryesore dhe ajo merret për bazë. Në këtë stacionin e tretë, tani që jemi të gjithë së bashku, mençuria e Allahut fuqi plot ka dashur që ky stacion të jetë një lloj edhe sprove për ne. Një jetë, një përgatitje, një furnizim për stacionin e ardhshëm, numër 4. Stacioni numër 4, në të kthehemi te stacioni numër 3, stacioni numër 4, apo destinacioni numër 4, është ajo periudhë kohore kur ne futemi në dhej në varr, kur vdesim. Normal, kur thot Allahu fuqi plot. Jo kur dojmë ne, por kur thot Allahu xhalla shanu. Sa do të qëndrojmë aty në varr, para ringjalljes, është një vend që nuk dihet, nuk kemi informata, as në Kur'an, as në fjalët e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Po a është e vërtet? Është e vërtet. Allahu xhalla shanu në Kur'an, në shumë ajete urdhëron dhe thot: "Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun." Pasi që të vdesin njerëzit apo populli, pas tyre është një periudhë kohore, apo është një perde në mes ringjalljes dhe mes tyre. Sa është kjo periudha kohore jeta në varr, nuk di. Stacioni numër 5 është kur vjen urdhri nga Allahu, kur të gjithë krijesat do të ringjallen përsëri për të llogarit para madhërisë Perëndisë. Kur dalin në llogarit të gjithë, personalisht, individualisht do thotë, para Allahut, atëherë popullit, njerëzit do ndahen në dy grupe. Një grup në parajs në xhennet dhe një grup në xhehenem. Dhe këtu mbaron filmi i njeriut. Pasi janë qështu, këto 5 stacionet që janë të dëshmuara shkencërisht, po të na kishte premtuar kohën, do të kisha sjell juve disa argumente fizike dhe kimike shkencore për të vërtetuar këto stacione, do thotë çka njeriu kalon gjatë tërë historikut së tij, do thotë. Po kthehemi në stacionin numër 3 që ishte kush? Kjo jeta. Stacioni numër 1, bota shpirtërore, numër 2, bota apo jeta në barkun e nënës, numër 3, tani çka jemi në këtë jetë. Në këtë kohë, periudhë tranzitore, që jemi si udhëtar tranzit, këtu tani, sipas perspektivës kuranore, sipas vizionit kuranor, këtu ne jemi të obliguar me disa obligime për ta vazhduar udhëtimin ton të më të tjeshëm. Në këtë kohë, Perëndia, Allahu xhalla shanu ka dërguar profet dhe mësues për ta treguar udhën e drejtë, për t'ia mësuar njerëzimit çka është mirë dhe çka është keq. Se intelekti njeriu, vetvetiu, nuk është në gjendje me kuptuar çka është pozitive dhe çka është negative. Njeriu ndonjëherë ka plot emocionet, e ka plot interesat e tija personale, e ka plot ndonjëherë dhimbjet dhe gëzimet, e për këtë arsye, pse njeriu është një krijesë do thotë shumë i lëkundshëm, nuk është në gjendje me bë apo me ndërmarr mendime finale, për këtë arsye njeriu gjithmonë duhet të referohet apo të referohet Kur'anit. E Kur'ani aty është peshoja e Allahut, peshoja absolute, çka është mirë dhe çka është keq. Në Kur'an është ajo qendra apo ai kriteriumi do të thotë i së mirës dhe i së keqes. Aty shihet çka është keq dhe çka është mirë. Në peshojën e Kur'anit duhet të matet çdo vepër e jona dhe çdo fjalë e jona. Çka thot Kur'ani? Nëse është mirë, mirë. Nëse është keq, keq. Pse Kur'ani kështu vepron? Pse është fjalë e Perëndisë. Nuk ka produkti i Muhamedit alayhis salam, nuk është lektyra apo roman i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por është një libër hynor
i cili ka zbrit nga Allahu nëpërmjet engjëllit, melekut, Gjibril, për një periudhë kohore 23 vite ka zgjatë, periudha e zbritjes së Kuranit. Prandaj, shkencëtarët ndryshëm, amerikanë dhe evropian, kanë bërë studime komparative të ndryshme ndërmjet Kuranit dhe Biblës, dhe periudhës apo vjatës së re apo së vjetër, çka kanë sot krishterët ortodoks apo katolikët, çka janë do të thotë katolikë, se kemi krishterë ortodoks dhe katolikë. Të gjithë shkencëtarët janë unanim të një mendimi se i vetmi libër i cili ka pësuar apo ka qëndru pa devijim dhe është i sakt ashtu si ka zbrit, është Kurani. Injili apo Ungjilli, vjata e re, apo Tevrati, vjata e vjetër, të gjitha ato librat kanë pësuar devijime të mëdha gjatë historisë. Për shkak të devijimeve, të shtojcave, të vendimeve njerëzore, ato libra më nuk janë në përdorim për muslimanët. E Kurani ka qenë mesazhi final i Allahut për njerëzim. Pas Kuranit më nuk pritet mesazhe hynore. E për këtë mesazh, Allahu ka dërguar Muhammedin alayhi salatu vesselam si pejgamber, si profet, për m'ia predikuar popullit mesazhin hynor. E ky Kur'an çka na thret neve? Na thret në baza akaidologjike, në dogma do të besimit në Allah, të monoteizëm të pastër dhe lufton trinitetin ashpër. Kur'ani lufton trinitetin ashpër. Nuk i ka hije krijuesit fuqi plot me pas bashkëshorte dhe me pas vajza apo djem. Siç besojnë të krishterët, katolik apo ortodoks. Se po të kishte vajza apo bashkëshorte, atër ky krijues kishte me qenë i krijuar sikur se ne. E një krijuesit nuk i ka hije me pas, do të thotë me lind, as vetë nuk është i lindur nga askush. Pasi që kështu është realiteti i krijuesit, atëherë ky krijues ka para pa në këtë projekt, në këtë kushtetut që ka zbrit mbi fytyrë tokës, që pa besim të pastër, pa bazament të fortë, nuk mundet kjo ndërtesë me qëndruar. E çka është bazamenti i fortë, është besimi në një Zot të pastër, që ai Zot nuk është i lindur dhe nuk ka lind. Nuk e furnizon atë askush. Përkundrazi, ai na furnizon ne. Fjala e tij është mbi çdo gjë. Asgjë nuk ndodh në këtë krijesë pa lejen e tij. As ti nuk e lën në këtë botë pa lejen e tij. Askush nuk gëzon me ta marrë ty shpirtin pa dëshirën e Zotit. Sa ushtar e sa na flet historia kanë shku do të thotë në për luftra të ndryshme, jenë plagos me 10 herë edhe nuk kanë vdek. Pse Allahu nuk ka thënë me vdek. Ende nuk ka kohë. Po dikush edhe vdes pa plagos fare në shtratin e tij vdes dhe i del shpirti. Prandaj shumë në pika të shkurta bazamenti numër 1 që është i fortë besim të pastër duhet me pas. Ky Kur'an na thret në parime etike dhe morale. Besimi i pastër duhet të ruhet me moral të pastër, me etikë të pastër. Një popull, një gjenerat, një shtet, kur do psohet moralisht, mon nuk ka bereqet në atë vend apo në atë popull. Morali është ai shpirti apo ajo forca kryesore që e mban një popull. Prandaj Kurani na thret me të madhe dhe e lufton ashpër amoralitetin dhe çdo gjë që e shkatron dhe e dëmton moralin. Sepse me moral të pastër, me etikë të pastër, mbahet besimi, mbahet shoqëria, mbahet edhe familja. Me një familje, nëse baba nuk është prindi i moralshëm, apo mama apo nëna nuk është e moralshme, apo motrat nuk janë të moralshme, apo vëllezërit nuk janë të moralshëm, a ka bereqet në atë shtëpia? A ka harmoni në atë shtëpi? A ka mirë kuptim? A ka dialog? Unë nuk besoj. Nuk besoj. Ne si musliman, që i përkasin fesë islame, fesë më të mirë dhe më të përsosur, jeta jonë private dhe familjare duhet të veçohet dhe të dallohet nga jetë amerikane dhe evropiane. Etika amerikane dhe etika evropiane nuk vlen globalisht apo në tërësi për ne. Çka bën për Amerikë dhe për Evropë
ndoshta ajo për familjet tona nuk vlen dhe nuk ban. Sipas parimeve dhe ligjeve etike apo etikës evropiane, amerikane, sekulare, ju e dini fort mirë që vajza kur mbush moshën 18 vjeçare, prindi i tij nuk e gëzon asnjë të drejtë të udhëzimit nga e mira apo të ndalesën nga e keqja. Ajo bëhet një shtet i pavarur brenda në shtet. Familja si shtet i vogël, ajo bëhet shtet më i vogël se familja. Kështu që për prindit i kufizohen të drejtat. Si komentohet ky proces apo ky qëndrim? Liria e njeriut. Mos ta dhunojnë, do të thotë mos ta dhunojnë psikikisht apo mentalisht, ta lëmë të lirë, liberal. Ndërsa Kurani e lufton këtë ide, se kjo është ide filozof apo njeriu. Prindi si prind, ju keni për të parë vetë se i dhimet e vladi i tij, vajza e tij, djali i tij, që ai të dalë jashtë kontrollit të tij. Shumë është e vladi i dhimbur dhe i shtrajnë për prindin nëse ai i shpëton kontrollit të nënës dhe të babës. Prandaj në Islam duhet prindi deri në momentin e fundit që të mirë edukoj fëmijët e tij, vajzat e tij. Brenda kornizave dhe brenda, do thot, tipareve dhe parimeve islame, çka është mirë të investoj për atë fëmijë, çka është keq ta luftoj me të madhe. E një prej të mirave apo prej obligimeve që ka prindi duhet patjetër me luftu për fëmijën e tij është shkollimi, edukata. Po kjo edukat sekulariste që ka në vendin tonë, apo në troje tona, apo desh thuj edukat ateiste, apo desh thuj edukat, do me thonë, komuniste, kjo edukat mjerisht është një edukat e dëmshme. Shkollat tona, profesorët tonë, kolegët e mi, ende nuk pa jenë në gjendje për me kuptua rëndësinë e futjes e besimit, mësim besimit islam në për shkolla. Ende po kanë frikë, do të thotë me e fut këtë çështje apo këtë lëndë për shkolla, që ju më mësua që nga veçlia, çka është mirë dhe çka është keq. Ju që nga klasa 4-5 fillore, me mësu se si duhet të respektohet mësusja apo mësusja, se si duhet të respektohet baba dhe nëna, se si duhet të respektohen shoqet, ende po kanë frikë, do të thonë nga këto parimet kuranore që janë të shenjta. E ne u kemi bërë apel atyre, në disa takime tona televizive, në disa punime tona, që kjo është më rëndësi për ta shpëtuar rinin tonë kosovare, futje në mësim besimin në përshkolla. Çfarë dëmi kemi na nga mësim besimi? Asnjë dëm nuk ka nga mësim besimi islam. Ai të mëson tyje se si të jesh e sinqert, se si të jesh, do të thotë, e devotshme, se si të jesh e pastër moralisht, se si të jesh e ndershme, se si të jesh, do të thotë, nxënëse apo studente aktive, se si të jesh më punëtore, se si të jesh më kooperuese, se si të jesh, do të më frikëdhënëse. Që ta jenë ato mësime kuranore që gjatë viteve tona, shkollën tonë, që ne nuk e kemi pas mjerisht këto udhëzime dhe këto direktiva në vitet 78, 79, 80, para 35 viteve apo më tepër. Prandaj, është apeli imi dhe apel kuranor që mësim besimin dhe moralit islame, etika kuranore, të futet do të në jetën tonë private, po dhe në jetën tonë institucionale në për shkollat tona. Një libër, apo një prind, apo një lëndë e cila të mëson tyje të jesh ndershme, ta ruajsh derin tënd, deri në atë moment kur Allahu fuqi plot ta ka caktuar ti me shku te burri yt, kjo është imperativ kuranor, nuk ka kompromis në këtë vend. Nuk bën tolerancë me bën fare. Zero tolerancë, Kurani tregon në aspektin e moralit dhe të nderit. Prandaj, neve kur e kemi një shoqëri të sëmur, student të sëmur, nga smundjet të ndryshme bashkëore që ju fort mirë e dini, çka pret Kosova nga ajo gjenerat? Çka pret shteti Kosovës nga ajo gjenerat e sëmur? Çka pret familja juaj nga ju, çka do thotë nuk keni qenë të aftë për shumë shkaqe për me rujt do thotë ardhmërinë tuaj, nderin tuaj dhe shëndetin tuaj. Prandaj këtu qëndron mesazhi im i dytë kuranor që pas dogmave fetare apo
akides, besimit në Allah, vjen etika dhe morali. Të gjithë së bashku duhet ta luftojmë amoralitetin. Të gjithë së bashku duhet ta luftojmë drogën. Të gjithë së bashku duhet ta luftojmë do thotë papunësinë. Të gjithë së bashku duhet ta luftojmë do thotë rrenën, dyftërsinë, shpionazhin. Të gjithë së bashku duhet ta luftojmë tradhtinë. Të gjithë së bashku duhet ta luftojmë papastërtinë. Këto janë etikat islame. Këto janë etikat koranore të cilat na sot kemi nevojë edhe Evropa, edhe për do thotë Amerika tani jenë duke bërë ca reforma. A kuptoni qëllimi nga fjala reforma? Me bën një lloj ripërtrirje. Çka është mirë, me lan, çka është keq, me hek dhe me bën një zaventësim, do thotë ta asaj të keqes me një të mirë. E këtyre reformave kuranore, çka Kurani na thret neve, dhe dietarët islam na thrasin, sot ne e kemi gjetë edhe dietarët dhe mendimtarët islam e kanë pa një terminologji shumë të pastër dhe shumë të qelluar që duhet të bëhet islamizimi i shkencave humane. Ti islamizojmë. Çka do thotë ti islamizojmë shkencat? Do thotë të gjitha ato tiparet, të gjitha ato veti, çka janë anti-islame, anti-humane, anti-njerëzore, ti largojmë dhe ta lëmë ato çka është e dobishme për njeriu. Kjo është do të thotë islamizimi i psikologjisë, islamizimi i ekonomisë, islamizimi i medicinës. Në medicinë ju sot fort mirë dini vetëm në shembull, po përmendi se sot çështja e klonimit. Keni dëgjuar? Do thotë atyre lindjeve artificiale. Kurani rrepsisht e lufton këtë çështje. Çështja e keqpërdorimit, do thotë raste të lindjeve, rasteve të ndryshme të operacioneve kozmetike të ndryshme, Kurani fort mirë e ka dhënë vizionin e tij, do thotë se si duhet me qëndru. Këto është ajo mençuria dhe rëndësia e islamizimit të shkencave humane bashkëkohore. Prandaj mesazhi i dytë i Kuranit që na thret është etika dhe morali. Prandaj mos lëshoni në moral. Zero tolerancë tregoni në moral. Zero tolerancë tregoni do thotë çështjet nderit. Ta keni gjithmonë për obligim se Allahu ta ka dhënë këtë shpirt dhe Allahu ta merr shpirtin. Nëse ti për Allah e ruan, do thotë këtë nder tëndin, këtë trup tëndin, Allahu ka më shpërblyje me të mirat e tij që vetëm ai din. Prandaj ti një herë ke lind edhe sipas Kur'anit, sipas traditës së Muhamedit alayhi salatu wasalam, ti do thotë duhesh me qëndu drejt deri në ato momente kur Allahu xhaleshanu ka thënë që ti të krijosh familje me dikën që Allahu ta ka bërë nasib. Ne do të dallohemi nga perëndimit dhe nga amerikanët. Ne nuk bën me pas jetën tonë private boyfriend apo girlfriend. Para 1400 viteve Kurani ka ndaluar këto. Hapeni kapitullin En-Nisa dhe El-Maide. En-Nisa dhe El-Maide. Aty keni për të parë se si Kurani e ka luftuar amoralitetin dhe çështjen e shokut apo shoqes. Këto ide, që janë shkatrimtare dhe destruktive për shoqërinë, Kurani i ka refuzuar. Për çka? Nëse e pyesim që vajzë të vogël, që kanë klasën e 2 apo 3, ndoshta kamera treguar me xhurin, pse kjo ndalohet do të jetën tonë private. Prandaj kohën tonë është duke u rikthyer ajo koha xahilietit, koha pagane, para islame, po me ngjyra tjera. Kemi sot masa jonë, rinia jonë, studentët tonë, zhvillojnë një jetë, do të liberale, të shfrenuar në emër të lirisë së njeriut, në emër të demokracisë. A në fakt, kjo liri është liri destruktive dhe shkatruese. Pasojat e këtij shfrenimi sot vërejnë në internet dhe hyni në webpaqet të ndryshme shqip në statistikat në Kosovë çka flasin për smundje të ndryshme, të lidhjeve ilegale, për problemet të trafikimit, për problemet e keqpërdorimit të drogës, për problemet dhe abuzimet familjare, bile që ka është alarmuese për problemet e vetvrasjeve që në Kosovë ka filluar me të madhe të bëhet vetvrasje. Vetvrasja, unë kam disa studime speciale për këtë çështje, për Korenë, Japonez dhe Amerikanët. Te ata bëhet kjo. Mjerisht. Dashta tek ne nuk ka qenë, kur nuk mohat mend në historiografinë shqiptare që dikush është do katil i vetvetes.
Po pse njeriu kthehet te arma e vetvrasjes kur shkelen këto parimet etike dhe morale që ka folë edhe një herë? E shef që ai tani ka në fund. I përbuzën nga familja, e përbuzën nga shoqëria, e përbuzën nga klasa, nga shkolla, çka ka puna, atëherë do t'i jap fund jetës time. E mëni ju lutem. E keni shpirtin amanet nga Allahu, duhet ta ruajmë derin tonë dhe moralin tonë me mish dhe me shpirt, zero tolerancë, po kështu na urdhëron Kur'ani. Të jemi të pastër, të sinqert, punëtor, të jemi energjetik, të jemi edukativ, të jemi kooperativ, të jemi do thot ma frymëzues, të jemi ma do thot ma largpamës për jetën tonë çka kemi. Mesazhi i tretë, pas etikës dhe moralit, që dua ta mbaroj këtë ligjëratë të shkurt për ju, është që ju lutem lexoni pak për Islamin. Bëhu studentë shkëlqyer, nxënës shkëlqyer shkollë fillore. Edhe unë kam qenë fotograf për shembull, nxënës shembullor. Vallahi, kam marrë dopull diplomën e Vuk Karaxhiçit në atë kohë në Serbisë. Kush ka qenë nxënës shkëlqyer ka dhënë diplom special. Mirë po, ka dashur Allah që ta marrim rrugën e studimit dhe gërbetit para 30 viteve në Siri, në Arabinë Saudite, e pastaj rreth botës, në Malezi, e në Singapur, e në Brunei, e në tani më për momente në Katar. Lexoni për Islamin. iPadin, Blackberryn, iPhone-in dorë keni. Një pjesë të kohës bënë hobi të jetës tënde, sa do të lexosh të një artikull. Studio për ekonomi, studio për biologji, për kimi, për shkencat ekonomike apo financiare, i mirë po ta kesh edhe një pjesë të kohës, duhet ta ushqej trunin tim edhe me realitete. Çka janë ato realitete? Artikuj do të të vërtet, janë çka borojnë nga Kur'ani dhe nga fjala e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Prandaj, bëni ca reforma, bëni ca ndryshime në jetën tuaj. E mira nuk vjen ti pa qenë do të pa qenë ti iniciatore. E fillo me bismillah do thot sot të lexoj për Islamin diçka. Ta dëgjoj një artikull. Për shembull, futuni në një website e cila gjuhë angleze është turntoislam.com. turntoislam.com. Pse pranojnë vajzat e reja dhe intelektualët të ndryshëm Islamin në Perëndim dhe në Amerikë? Video të shkurta në YouTube aty, vetëm dëgjoni pse e pranova Islamin. Ku e gjeta të vërtetën? Si ishte e kaluara ime, tani si është jeta aktuale. Vallahi keni me shpëtu familjet tua, keni me shpëtu vetveten, keni me shpëtu ardhmërinë tuaj nëse filloni me këto reforma do thot intelektuale në jetën tuaj. Kjo nuk do thot që ti të bësh hoxhanic apo hoxh apo profesor i shkencave islame, po të bësh një muslimane intelektuale, profesoreshe gjuhës shqipe, matematikës, fizikës, kimist, mirë po një tërkohë, jo edhe antifetar, jo edhe sekular, jo edhe ateist. Kjo i mungon Kosovës. Sa e dojnë politikanët Kosovën, u kom thënë disa herë, edhe neve, çka jemi në kanalet të teologjisë, të fesë islame, edhe neve në dhimbet Kosovën. Politikanët me ato mënyrat e tyre, le të luftojnë për Kosovën. Po edhe na nëpërmjet mënyrave tona speciale, jemi të luftu për Kosovën. Prandaj, qeveria e Kosovës ka nevojë shumë të madhe edhe për bashkësinë islame, për Ministrinë e Fesë Islame të mbështetet në direktiva dhe udhëzimet e Ministrisë e Fesë Islame për ta shpëtuar rinin tonë nga droga dhe nga amoraliteti, për ta shpëtuar rinin tonë nga korrupsioni. Ne sot vjen keq me pas Universitet Prishtinës apo institucione tjera do thot sot ku keq përdoret edhe studenti, bëhet korrupsioni moral nga ana profesorit ndaj studentit për një notë kaluese. Po kjo është krimbre. Ku guxon kjo me ekzistu në mesin tonë? Ku guxon një profesor, një mësues, do thot me vepru kështu? Por normal, e profesor, kur të sheh studenta që janë në gjumë, në klub, pa lexuar, pa bërë reforma intelektuale, pa u interesu për nderin dhe moralin e tyre, ai profesor shndrohet në egërsir. Shndrohet në egërsir dhe egërsira qysh lufton me gjahun e tij ashtu. A ju kur zgjoheni, kur bëhet një rizgjim, një reform, kokën tuaj, zemrën tuaj, atëherë ju e kuptoni çka më mirë dhe çka më shkeq. E kuptoni se fjalët e mësuesi apo këtij hoxhe a burojnë nga zemra dhe a janë faktike apo janë devijuese. E ju lutem, bëni ca reforma. Filloni hapin e parë.
me lexime artikuj të ndryshëm, edhe dëgjime rasteve të ndryshme, do të sot në internet, edhe shifri se si ata po veprojnë jetën e tyre. Ju falenderoj për mirëdëgjem. Ju falenderoj për respektin që keni treguar. I lutem Allahut fuqi plot, mi urojt ju nga çdo rrezik. Me urojt të rrinin e Kosovës nga çdo rrezik. Mi u dhon Allahu xhaleshanu shëndet dhe jetë të mbarë dhe të lumtur, e inshallah edhe karriera të lartë do të jetës, do të akademike apo jetës suaj personale dhe familjare. Allah ju ruaj dhe miru pafshim në ligjëratat tona të يقرئكم سلاما أزور البحر خوفا يعتريني وهذا الموج يأبى أن